Vjen shefi i USIS, ka vrarë vetën, Selim Saka. Natyrisht kishe një nga kriminalët e tjerë, se nuk më thua që ishe me kriminalët. Të njësë janë, të gjithë kishin një prerje këta, qup. Edhe këta mi prokurore ishim 10 vjetër që allu me madhe, të dënuar. Po. Edhe të dënuar do ngejtë në kamë. Unë së levizar një shtëria, isha dhe shumë i lodhur, i mërzitur, pra i kishe gjitha emocionet. Po. Kjo tha mu, pse së ngejsh në kamë t'i kula këta? Shefi, se hyrin dhe, tjetë që gjithë në kamë. Thash, në kamë ngejt a që o ka frikë, o ka respekt. Po. Unë kur s'ka pyet për juve. Edhe mori një nga dhome e qojtë e genzi. Të bjurëzë se ne i njifi me zhurmat e po, gjitha. Dyret. Shkoj pas një 2-3 minutë, se u të kuj i shpjegojve genzi kjo ndodhe me Bedrin në shefën e USIS. Atëja i u trondit shumë, po vinte e vdekja. Edhe erdi Selim Saka, tha, ka hangër bukë i jothën. Një se japim lethe, edhe unë shtërisha, më vuri i gjohë këtu, jo se më shtypim këtë më hapi gojën edhe më dhamë pak ushqim. Shtëri, polici, dhe Selimi edhe. Hangra atje hangra, ka është i vdekur. Të nesën mëgjes, unë gjithmonë shifja në nga, se si njova e hekrat. Mi gjithë se si qaj në regull. Po. Pashe dhe që polici i dytë, këtyre 2 virusve nuk ishte. E kuptova që këta i kanë marrë, se dhe këpucët si kishin atë, po se i majnë të dhe virus. Mratë fikët, hërë përmenën. Edhe ka që edhe më repuna. Nuk di pas 2 javë, 3 javë, më hoqë në prunë në famshëm spashë, hyra të kjo portët. Bedri, mund të na flasësh pak si ishte dita e parë kur edhe? Na marrën e sipër, na arrestuan. Po. Na bon me ekzekutorant. Ishte natyrisht edhe kryetari i zyrës teknike. Ishte një kujtim zharri nga Durrësi. Dolin andan, lexojnë soplete këtu. Filianin në këtë dhomë, filianin në këtë dhomë, më mra dhoma e dytë aty në këtë parë. E kujton domethënë ato momentin, ato zërat atyre ku ju ndalin komandot, ju jeni këtu dhe atje. Pavarësisht lodhjes që kishit kaluar. Më dha një 2 batanija aty, nuk i maj mend tash. Po. Më hapën një copë vend aty në dhomë. Edhe në dhomë, të ma me mirë. Ishim, se dhomat ishim me 3-4. Sa veta qëndronit në dhomë? Në dhomë kishte 51 ose 52, më pak ja. Në një dhomë me sa metra ka të dhomë? Ja të shofi sa tash. Si niste dita e një të burgosur në Spaç? Dita e një të burgosur. Në mjesë në orën 5, si dimër, behar, boshë zgjimi. Bide që një qangë se ku ishe t'i u këtu. Vejim, ato ishin banjo, dhe një në banjo. Pra këto që ndodhen pas nesh ishin gjithë nevojtorët që të burgosurit e përdorën? Po, këte ishe magazin që lim ato robët që ishin të pista shumë, lim ato i vishim se ishim 4 të zezë. Barojnë punë, shkojnë sipër dhe rishtoshim me brigata.